rënd. Fatmirësisht, asnjë prej studentëve nuk ndodhet në rrezik për jetën dhe shumica prej tyre kanë marrë shërbimin shëndetësor dhe janë rikthyer aktivitetit tyre të përditshëm. Ndërkohë, ne do të kemi një komunikim drejt për drejt tani lidhur me zhvillimet e parlamentit, pasi sot parlamenti mblidhet në seancë plenare, do të kemi një komunikim drejt për drejt me kolegun Osman Stafa për të mësuar më shumë mbi agjendën e parlamentit ditën e sotme. Përshëndetje Osman. Përshëndetje Klevi, dita e sotme seancë plenare, ndërkohë që ka nisur me një kërkesë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, me kreut të këtij grupi parlamentar Gazmend Bardhi, i cili ka kërkuar ndryshimin e rendit të ditës, pra duke deklaruar se në cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, në mbështetjen e 31.2 të rregullores kuvendit, kërkoi ndryshimin e rendit të ditës së seancës plenare të ditës së sotme, duke shtuar si pikë të parë diskutime mbi raportin për Shqipërinë për vitin 2025 të miratuar në datë 5/5/2026 nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian. Paktën do të jetë kjo çështja që ditën e sotme do të ngrihet në kuvendin e Shqipërisë nga deputetët e opozitës si një nga pikat kyçe që deklarojnë ata se do duhet diskutuar dhe që flet për situatën e cila pengon Shqipërinë për të vijuar më tej integrimin në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që sa i takon rendit të ditës ditën e sotme, pika e parë është ajo e kërkesës së një grupi deputetësh të Partisë Demokratike të një interpelancë urgjente me kryeministrin e Shqipërisë zotin Edi Rama dhe që do të shikojmë ditën e sotme, sepse një kërkesë për interpelancë është bërë edhe në seancët e kaluara, por që kryeministri nuk ka qenë i pranishëm edhe pas kërkesës së vazhdueshme të deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët deklarojnë se në tilla situata kryeministri i Shqipërisë do duhet jetë në kuvend për të dhënë përgjigje në lidhje me ato çfarë kërkojnë deputetët e opozitës. Një tjetër interpelancë është ajo me ministrin e infrastrukturës dhe energjisë, Enea Karakaçi, me ministrin Enea Karakaçi, kërkuar nga një grup deputetësh të Partisë Demokratike. Pika tjetër e rendit ditës është një seancë pyetje përgjigje me ministrin e Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha, kërkuar nga deputetja Ina Zhupa. Sikundër mëtej ka disa akte normative për një shtesë pra në ligjin për akcizat në Republikën e Shqipërisë, projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese numër 2 me shkëmbim të letrash të marrëveshjes së financimit nëpërmjet Republikës së Shqipërisë, e tjerë, ndërkohë projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime për shtetësinë. Janë pra disa projekt ligje apo projekt vendime, janë të paktën 23 çështje të cilat pritet të diskutohen dhe cila paralajmëron një seancë të gjatë plenare ditën e sotme me debate e diskutime mes maxhorancës dhe opozitës. Por të paktën pritet që në pjesën e parë deputetët e Partisë Demokratike të zhvillojnë pra diskutimet e tyre për kërkesën për ndryshim të rendit të ditës për të diskutuar mbi raportin e Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, gjë që me shumë mundësi pritet, siç ka ndodhur dhe në seancët e tjera, të rrëzohet nga Partia Socialiste me vot, pra për të mos e futur në rendin e ditës kërkesën e bërë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, por që pritet që palët për këtë çështje të kenë diskutime dhe debate ditën e sotme. Mirë Osman, faleminderit për gjitha informacionet që ndodhe me ne. Faleminderit juve. Ndërkohë që pritet